Momenti kur ti vendose që t'hyje në ujrat e politikës, çfarë është ajo që t'ka thënë Arta? Duke e marrë parasysh që Arta e njeh në thel politikën, gjithë jetën gazetare. Çfarë t'ka thënë ajo? Cilat këshilla që ta ka thënë si motër? Arta e din se si marr frymë shumë mirë, me Artën kam qenë shumë e lidhur gjatë gjithë jetës. Kemi dallim në moshë diku 4 vite e gjysmë. Po tani kur e sheh nuk dallohet fare. Arta vetëm më thotë që mos jesh shumë kokëfort, se unë jam kokëfort. Unë kur them diçka se do ta bëj, se nuk kthej. Nuk shkeli mbi parimet e mia asnjëherë, po dhe kam ndonjëherë që nuk ndëgjoj. Më flet dikush, unë e çoj prapë punën time. E bën tënden, a? Po, edhe Arta gjithmonë aty më thotë, duhesh mos jesh kështu, se duhesh të ndryshosh. Pak nga pak kam fillu të ndëgjoj këshillat, se ishte e vërtet. Çdo këshill që vinte në politik nuk ka nevojë për kokëfortësi, duhesh të jesh tolerant, duhesh të jesh progresiv. Atë politike dhe e synoj, progresive. E bukur. Mirë po, asnjëri as Arta as Vetoni nuk më janë përzi në çastin që kam vendosur të futem politik. Besoj kanë pasur besim dhe kanë ditur se për çfarë po i futesh politikës. Secili kemi karrierën tonë, secili kemi fushët e veprimit tonë, nuk kemi ndërhy në asnjë moment në fushën, as unë në fushën e Artës, as Arta në fushën time, as Vetoni, edhe kështu që e kemi dërguar atë punën secili për veti. Jemi në pozicionimin e njëjtë, unë isha po. E njëjta. Shumë e veçantë. Vetoni është vllau jon më i madhi, unë mbas Vetonit jam diku 18 muaj, Arta është 4 vjet e gjysmë. E shef Artën? Në, shef mami dhe tita.